Të dashur miq, mirëmbrëma për ju kudo ku ndodheni. Ne stafi i Radio Sibilat e Veriut vazhdojmë me programet promovuese si vlerë letërsi shqiptare nga penat e stërvitura të shkrimtarëve tanë. Kudo në përtrojet shqiptare a diaspor, po ashtu kësaj radhe në kryeqytetin e Shqipërisë. Ne sonte vim me programin Frymëzimi etnisime me art e letërsi dhe temën promovim libri. Udhëheqës programi pra unë, Gësima Igeraj nga studio në Zvicër, zonja Prenda Sejdia nga studioja në Lezhë. E mirë pritur në valët e radios në emisionin e sonte më shkrimtarja për fëmijë të rritur zonja Mimoza Hoxha Agastra, vjen në promovimin me romanin e saj të ri të titulluar Stina e dytë e dashurisë, por gjithsesi ne do shpalosim edhe pjesë nga krijimtaria e saj më e hershme. Zonja Prenda, mirëmbrëma dhe mirë se vini në emision. Mirëmbrëma, zoti Gzim. Mirëmbrëma të dashur dëgjues të Radio Sibilave të Veriut, mirë se vini në emisionin ton si çdo herë frymëzimi etnisime me art e letërsi. Sonte kemi kënaqësinë të kemi në valët e radios ton një mike shumë të mirë, një shkrimtare e kulluar për kohët, që ka shkruar për fëmijë, për të rritur, ka guxuar të vi me roman, dhe është Mimoza Hoxha Agastra. Me hollësisht do flasim në vonë. Zonja Mimoza, mirëmbrëma dhe mirë se vjen. Mirëmbrëma dhe mirë se u gjeta, juve në studio zoti Gzim, juve zonja Brenda dhe gjithë dëgjuesit e Radio Sibilat e Veriut. Faleminderit për ftesën dhe ndihem shumë e nderuar në mesin tuaj. Në mesin e poetë dhe shkrimtarëve me një background të gjatë në letërsi. Ju faleminderit. Mirë se vjen edhe një herë. Le t'ju përshëndesim ju, por edhe dëgjuesit. Ti je ëndra ime, Buja Çamili dhe Artiola Toska. Falenderoj. Duket ka një pengesë apo në transmitimin e këngës.
Al viejo flemote, no sé qué no ve, me da melode, pues que Saya piano chulo, mostrina me dime, no sé comer, se viene sublime. Saya piano chulo, mostrina me dime, no sé comer, se viene sublime. Si duket, edhe gati mund të shkrimtares për të bërë romanciere. Prandaj vjen sonte me romanin e ri. E përpara se ne të fillimin në temën e promovimit, le të sjellim për të gjithë ju kush është Mimoza Gjagastra, pra nga vjen ajo eksperiencat e saj gjatë gjithë jetës, por edhe arritjet e sukseset deri më tani, që është pikërisht në kulmin e tyre. Mimoza Gjagastra ka kryer studimet në Fakultetin e Shkencave Sociale dhe punë sociale në vitet 92-96. Pas studimeve të shkollës së lartë vjen studimet për bibliotekonomi, ka ta vështirë ta lexoj. 2004-2006 për të punësuar më pas pranë bibliotekës së Universitetit Zoja e Këshillit të Mirë, ku mban pozicionin e saj si drejtuese duke vijuar në specializime të ndryshme në këtë drejtim. Ndërkohë pasioni për artin fillon me angazhimet e saj të para të disa dublime dokumentarësh për një shoqatë italiane në Shqipëri, pikërisht Televizja Fokolare, me të cilët ka marrëdhënie bashkëpunuese duke u bërë pjesë e proceseve edukative, artistike, formuese të linjave të komunitetit. Interpretimi dhe aktrimi linin brenda saj plotësuar në periudhën 2020 fal platformës Zëri i Ëndrës dhe Zëri i Engjëve, që lullzoi gjatë viteve të vështira të pandemisë. Këto dy platforma i dhanë jetë e shpluherosje shumë krimtarive të fjetura të poetëve të ndryshëm, të cilat frymuan falë sotit zërit të saj, duke përcjellë një risi në kuadrin e bashkëpunimeve me ta, si dhe duke e rritur ambicjen dhe dëshirën e saj për të përfshirë më shumë në botën magjike të artit. Kulmon më pas me pjesëmarrjen e saj rastësore në trupën e teatrit të Rikthimi, ku përfshihet një angazhim të një roli shumë impenjativ të Letës, të cilën e sjell me shumë sukses. Bëhet fjalë për dramën Çështja e Blertës, nga shkrimtari dhe dramaturgu Fadil Kraja, vënë në skenë nga regjisori Bajram Torba. Pason më pas me vënien në skenë të dramës A gjykohet dashuria, shkruar nga Setki Ashari me dramaturg dhe regjisor sërish të Bajram Torbës. Më pas, vjen të jetë pjesëmarrëse në evente të ndryshme kulturore për aktivitete fiks me interpretime poezish, si dhe i ftuar për interpretime në podcaste të ndryshme. Ka moderuar në podcastin Diku ku dielli nuk perëndon në emisionin Për ju fëmijë, si dhe në podcastin Në botën e fëmijëve, përfshirja në botën e fëmijëve dhe e futur në kursin e bukë për shkrimtarisë për fëmijë, ku në nëntor të vitit 2023 boton librin e saj të parë, Princeshat e Larva. Promovimi i stilisht është bërë fillimisht në shtëpinë Kadareku Aroma Kadariane, e bekon në këtë rrugëtim të saj të ri. Mimoza është gjithashtu edhe moderatore në Radio Shkënzer në rubrikën Ora Poetike me Mimozën. Është botuese permanente në dy revista mësimore për fëmijë, një në Kosovë, Zog Mëngjesi, drejtuar nga zotja Vinkelmendi, ku është pjesë e bordit drejtues të kësaj reviste,
Dhe tjetra në Shqipëri, klubi i fëmijëve themeluar drejtuar nga sociologe Marcita Simo. Ambicia e saj për të përcyer kufin me krijimtarinë e saj ka vijuar me disa publikime në revista e portale jashtë Shqipërisë, në revistën internacionale social-kulturore Le Muse dhe në gazetën dhjetore Alessandri Caoggi në Itali, votuese në revistën Wordsmith International, editorial Barcelona Magazine, revista Pena Arte e Metafora, votuesi gjithashtu edhe në shumë antologji letrare, është angazhuar në analiza letrare, recensione se tregime novela. Disa prej pakthënieve të saj zbukurojnë librat autorëve të ndryshëm. Muza letrare shënon një tjetër arritje në statun e saj, tashmë si votuese e themeluese e kësaj ose më saktë pasuese e si motrave të saj metafora Pena Arte. Në projektet e saj janë naft shkrime dhe projekte të reja, një roman tjetër, një novelë, një përmbledhje me tregime, një për të rritur e një për fëmijë, një tjetër libër me përralla shumë të tjera që s'po i zbulojmë sepse i përkasin se armes. Së fundi prezantohet me 2 romane, Ajri, Gjihana dhe Stina e Butë e Dashurisë. Një tjetër risi e saj është përfshirjen e një tjetër aspekt të artit, dizajni dhe faqosja, si një përpjekje për të integruar në tërësinë e plotësisë e botës së librit. Bravo, bravo e ftuara jonë që vërtet kemi shklasin sot. Faleminderit. Zoti Gzim? Faleminderit zonja Pranda, edhe njerë përshëndetje dhe mirë se vini zonja Mimoza Uxha Agastra. Ju falenderoj vërtet. Do të ndalim shumë e privilegjuar mes jush. Faleminderit shumë. Do të ndalim pak tek veçoritë e romanit pika të shkurta. Romanet janë vepra gjata narrative, zakonisht kanë mbi 40.000 fjalë tepër. Kjo lejon zhvillimin e detajuar të personazheve, ngjarjeve dhe temave. Pra, gjatësia e romanit si veçori, pra është pyetja për ju, dhe kompleksiteti si lojsh e shumë ngjarjeve, personazheve të ndërlikuara dhe temat shumëta të ndërthuara brenda romanit. Në pika të shkurtra, sigurisht se do të kemi pyetje në vazhdim. Atëre, për sa i përket romanit më të ri që unë kam në duar, që s'ka as 2-3 ditë që ka dalë, është Stina e Butë e Dashurisë që pasoi siç edhe Prenda shpjegoi, pas romanit Ajri Dielli Hëna. Unë ndihem si në shtëpinë time tashmë mes jush për faktin e vetëm sepse Prenda është edhe redaktore e romanit tim. Ky roman pothuajse ka një vit a më shumë që kalon në duart tona dhe me dëshirën e mirë për të dhënë më të mirën për sa i përket jo vetëm strukturës, edhe po themi kompleksitetit të ngjarjeve në të, por ajo që unë kam dashur më shumë të përqendrohem është kompleksiteti i ngjarjeve dhe njëkohësisht përshkrimi psikologjik i karaktereve. Duke qenë se unë vi nga një formim social-psikologjik në formimin parësor timin, ndoshta dhe ambicia ime e parë është që tek një në përfshirjen time në letërsi, që është e vonë nuk është e hershme, të përshkohem pikërisht nga filli psikosocial i fenomeneve që ekzistojnë rëndom në shoqërinë tonë. Libri i parë ka qenë pikërisht për emigrimin dhe libri i dytë e prek emigrimin, por spikat në një dramë tjetër. Në një dramë tjetër që është shumë komplekse dhe përfshin shumë mendësi edhe të kulturës shqiptare. Ju e thatë shumë mirë që narrativa një programi ka një diapazon të gjerë shtrirjeje, trajtimesh edhe sintakse të caktuar. Unë jam përpjekur që brenda kësaj narrative, personazhet fiskalis, sipas karaktereve dhe të mbahen mend dhe njëkohësisht të korrigjoj pak veten në romanin e parë që mirësia apo filli i pozitivitetit që na karakterizon në të përditshmen ta manifestoja edhe në libër me një happy end, siç ndodh me përrallat. Ndoshta edhe nga cikli i parë që janë përralla, më lart të lloj dëshire që romani të kishte një përfundim shumë të gëzueshëm, të cilën pak a shumë ashtu e solla si një përmbyllje prallore. Në romanin e dytë, bashkë në bashkëpunim edhe me Prendën, arrita që të kisha një konsolidim më të duhur për atë çka do të doja të përcjellja tek lexuesi.
Lexuesi brenda do të gjej veten, lexuesi brenda do të gjej të afërmit e tyre, do të gjej dramat shqiptare, do të gjej mentalitetin dhe mendësinë e meshkujve shqiptar, të cilët hera herës, përpos gjithë gjërave pozitive që kanë në karakterin e tyre, kanë edhe të nxituarit. Faktin që femrën ose dashurinë e tyre, gruan e tyre, nuk japin kohën për ta dëgjuar dhe të shprehet për një moment kritik të jetës së saj, por e paragjykojnë pa e dëgjuar. Ky është gabimi që bën personazhi shoqërues, bashorti i personazhit kryesor të romanit të tij. Dhe më pas, destini ja kam lënë lexuesit ta përcaktoj destinin e këtij personazhi se si do të shkonte. Brenda ka një larmi personazhesh dhe karakteresh, siç është në fund të fundit edhe vetë Jera. Unë nuk kam dëshirë të zbuloj, por kam dëshirë të them që larmishmëria e tyre dhe situatat e tyre janë pikërisht të përditshme të jetës tonë. Dhe mënyra se si ne i suportojmë dhe i kalojmë ato, është pikërisht ajo gjetja që unë kam sjell, ndoshta dhe që unë kam dashur të paraqes. Por që hera herës rastësit nuk qëndrojnë vetëm në filma, apo në romane, apo në gjërat e stisura. Rastësia qëndron edhe në të përditshme. Dhe unë këtë kam dashur të përcjell, që rastësitë e bukura bëjnë që hera herës situatat të marrin rrjedhën e duhur. Faleminderit. Zonja Brenda, ju kisha lutur për pak të shkoni më mbrapa për të fiksuar vetë kamerë, pa e lëvizur kamerën fare. Pa e lëvizur sepse shumë afër po mjegullohet. E di, por po kemi edhe punë lëvizim prandaj. E kuptoj. Zonja Moza, unë në fakt, ashtu si që thoni edhe ju, jam redaktore e librit tuaj dhe vërtet kam pas shumë kënaqësi të bashkëpunoj me ju. Ke qenë shumë bashkëpunuese dhe personazhet tilla janë të rralla dhe është kënaqësi me bashkëpunu me ta. Unë e di, por për arsye se publiku duhet të di më shumë se çka romani, pra cilat janë personazhet në roman, zhvillimet të ngjarjeve në pika të shkurtra, ngjarjet në një roman shkrimin gjatë një periudhe të gjatë kohore dhe shpesh përfshin shumë kthesa dhe kulme. Mund të na flasësh diçka nga ato që lexuesi të futet pak më shumë në botën e librit dhe të inkurajohet për ta lexuar. Kjo është e gjitha. Atëherë, a mund të lexoj një fragment të shkurtër dhe pastaj të flas për këtë? Përgjigjja është e juaja, si të doni. Po patjetër. Atëherë, për t'i futur lexuesit më saktë në temë. Ngjarjet marrin zhvillim në periudhën post-pandemisë. Në periudhën post-pandemisë, mbyllja e gjithçkajes solli dhe izolimin e jetës në tërësi. Dhe personazhi kryesor humbet të dy prindrit në gjatë periudhës të Covidit. Gjatë kësaj drame të parë psikologjike, psikoemocionale të saj, ajo mbetet pothuajse përballet me një vështirësi emocionale e pamundur për t'u gjendur pranë prindërve të saj. Dhe jetonte në Itali. Në Itali, kurse moria e shqiptarëve që punonin dhe janë integruar më së miri, por fillimisht e kanë gjetur vete duke punuar në familjet e shtëpive italiane të ndryshme. Një e tillë ishte edhe personazhi i librit. Ajo punonte në një familje e cila nuk ishin italianë në origjinë, por që detyrohet të bëjë disa punë për të qenë zonjë shtëpie. Në familjen e bashortit, unë kam treguar edhe një traditë tjetër të familjes shqiptare, që familja shqiptare është familje e madhe, nuk ka vetëm nukleon, por ka jo vetëm çiftin dhe fëmijët, por ka edhe prindrit. Prindrit kishin ardhur nga Shqipëria në Itali për një jetë më të mirë dhe për të gëzuar dhe për të ndihmuar familjen për mbajtjen e fëmijëve. Gjenden përballë një skene pak të vështirë psikoemocionale për ta suportuar edhe për moshën e tyre, momentin kur gruaja ose nusja e shtëpisë kthehet në orët e vona në shtëpi pas një
momenti shumë të vështirë që le të themi I shpëton një skenë violence nga pronari ku ajo punonte. Objekti I joshjes që është femra është shkaku që ai kërkon të abuzoj dhe gruaja ka me vete fëmijën, të cilën ai arrin që fëmijën ta integrojë dhe të merret me disa lojra, ndërkohë që ajo punon dhe duhet të bëjë disa punë të tjera. Përfiton nga fakti që dhe brishtësia dhe duke menduar që një grua është e dobët përpara forcës dhe violencës që ai do të ushtronte, ajo detyrohet të kryej një krim për vetëmbrojtje, një krim të cilën nuk arrin dot ta suportojë dhe ta pranojë që për të mbrojtur nga kushtet e dhunës psikofizike, e një dhunë e cila do të kishte shkaktuar një dramë të madhe emocionale tek ajo, ose një skene për dhunimi, le të themi, detyrohet dhe e godet, por nuk mund ta suportojë në konsciencën e saj me gjaftësi që ajo është një kriminale. Ndaj lajmëron ambulancën dhe e shoqëron skenën derisa shikon që zotëria është gjallë dhe kthehet në shtëpi. Ky është momenti kulminant I ndrimit të tërë jetës së saj. Timoni I jetës së saj merr një drejtim krejtësisht të ri të panjohur. Kur ajo kthehet në shtëpi, si ajo bisha që rëmben fëmijën dhe futet në gjirin e saj, rend rrugëve e zbathur dhe shkon për të gjetur ngrohtësinë tek bashkëshorti, është pikërisht ai I cili e shikon atu me shenjat e përplasjes së konfliktit fizik me personin I cili I shkërkuar ta përdhunonte. Bashkëshorti pa e pytur fare e shikon në atë gjendje dhe I rëmben vajzën dhe asaj mbulderën dhe I merr gjithçka personale, I ktheheshin, sikurse dikur bëheshin për skena të tilla, femra duhet të kthente gjithçka mbrapsht. Dhe unë kam dashur ta jap edhe këtë detaj dhe këtë moment. Dhe më pas ajo gjendet e vetme, gjendet e paragjykuar, gjendet nga destini njëkohësisht mori atë frikën dhe pasigurinë që është e rrethuar nga meshkuj cilët do të vazhdonin ta sulmonin, pasi unë kam përshkruar aty që ajo është edhe një femër lehtësisht gjatë për meshkujt, por me një karakter shumë të fortë dhe qëndrueshëm. Tenton disa herë që të mbante kontakte me të bijën, por I privohen dhe këto gjëra. Ajo paragjykohet sa nga opinioni, aq nga bashkëshorti, po aq më e dhimbshme që paragjykohet nga vajza dhe nga vjerrit e saj. Gjendur në një situatë të tillë pa kthim për të, ajo është e detyruar të marrë rrugët dhe fati e çon në një qytet shumë të vogël, në një qytet shumë piktoresk, në një qytet shumë turistik kohëve të fundit, dhe pikërisht në Belsh. Dhe shumë kush mund thotë që pse në Belsh? Ai ishte ai oazi ku ajo gjeti veten për të mos e njohur askush dhe kalon momente depresive dhe mbart me vete përveç dhimbjes së plagëve të kësaj shoqërie denigruse së pari të bashkëshortit dhe të familjes së saj, edhe pa aftësinë e saj për të folur. Ajo tashmë ka humbur edhe mundësinë për të shprehur. Drama psikologjike I ka shkaktuar edhe pasojat neurologjike që njihen edhe në mjekësi. Dhe do t'i duhet një kalvar gjatë që ajo të përballet me vështirësitë për të gjetur më në fund lumturinë e saj. Patjetër që lumturinë do ta gjej, sepse një grua me potenciale si ajo dhe me luftën e saj të brendshme për të mbrojtur moralin, nderin dhe njëkohësisht familjen e saj, nuk meritonte një çmim të tillë, veçse si ai I cili jepet në fund. Unë dëshiroj që të lexoj vetëm një pasazh të shkurtër, që e kam bërë pikërisht në libër. Ndoshta do ta lexosh gjatë pyetjeve. Okej. Do të gjim. Po, me që u përgjigj në pjesën e madhe të pyetjes sime që kisha planifikuar, mimoza u përgjigjës, por se do ta them vetëm pjesën e fundit, nga lind për shumë tematika e këtij romani. A mund ta thoni disa fjalë? Si lind tematika në këtë roman? Nga jeni frymzuar. Atëre, shpeshherë unë marr pjesë në aktivitete të ndryshme që zhvillohen. Edhe
shoh që plagët e shoqërisë ose paragjykimi që bëhet ndaj femrës ose indiferenca ndaj problematikave të saja, më bën të mendoj që ende jemi një shoqëri e pacivilizuar. Dhe unë thash pak më herët që prirem nga fakti i formimit tim arsyesor. Dhe mua proceset psikosociale të përjetimit një kontingjenti vulnerabël ndaj problematikave të shoqërisë bëhen objekt i trajtesave të krijimeve të mia. Narrativa e zgjeruar apo rrëfimi, për pak detaje mbi narrative. Atëre, mua më është dashur që të spikas karakteret, të përshkruaj pak edhe detajet, jo vetëm portretin e tyre fizik, por edhe detajet jetësore dhe detajet e përgjithë të jashtë edhe jetës të njëri tjetër. Kontaj do teknikë jeri të sori motrës. Më vonë, dhe për të transmetuar pozitivitetin ati ku primbi apo negativiteti ka bërë vend. Këtë kam dashur të përcoj dhe të shpreh, që dozat e dhimbjes të mos e lejojnë njeriu që të transformohet dhe të likshtohet dhe të bëhet një person negativ. Është shumë fat kur plan ke një person i cili arrin të transmetojë, qoftë nga mirësia e tij, por qoftë edhe me shembujt e tij, diçka nga e vetja për të bërë një lloj progresi apo kthim në atë që ti ke qenë më përpara. Faleminderit. Zënia Mimoza, psikofilozofia në roman i referohet mënyrës se si një vepër letrare kombinuar me elemente të psikologjisë dhe filozofisë për të eksploruar thellësitë e mendjes njerëzore, natyrën e ekzistencës, moralin dhe pyetjet e tjera themelore. Çfarë do të na thoni për këto? Pak pyetje komplekse dhe e gjatë, por besoj që Atëherë, unë do të thoja që filli filozofik i këtij romani është ulur këmbgryq aty. Përse e them këtë? E them sepse unë më është dashur që të shpjegoj gjithçka, sidomos tek karakteri, tek personazhi kryesor, i cili është Dita. Dita është, se edhe Brenda pak më parë më kërkoi të shpjegoj edhe emrat. Unë që nga emrat e personazheve jam prirur që t'i përmbahem kulturës dhe emrave shqiptare. Dhe mundësisht të sjell emra të vjetër, t'i shfletoj dhe t'i shpalos këto, të kam bërë edhe në romanin e parë, në mënyrë që të rit të arrin të kthehen pak në identitetin e emërtesave të vërteta, sepse po shohim rëndom që ka emra nga më të ndryshmet, por as pak shqiptare, me rrënjë shqiptare. Dhe që këtu kam tentuar që të sjell një përshjatje pikërisht të këtij filli mendimi të kulturës shqiptare, një rikthim në identitetin tonë. Dhe personazhi kryesor quhet afër Dita, ndërsa bashorti i saj i arshëm quhet Shpëti. Te Shpëti i ofron mbështetje, i ofron ngrohtësinë e një nëne, të cilës asaj kishte vite që sapo i kishte vdekur dhe kishte mangësira psikoemocionale. Për sa i përket fillit filozofik, mua më është dashur që të shpjegoj pak edhe lojën e shahut. Kam futur një personazh aty që është vjerri i zonjës, i Ditës. Ai padrejtisht do të sëmuret, por kjo është edhe kursi i jetës në fund të fundit, në një moshë të tillë që ishte zotëria, mund të vdiste nga vdekje fiziologjike, por edhe nga një sëmundje, si edhe ndodhi. Por fakti që unë kam zgjedhur një sëmundje për të cilën mund të ishte shpëtimtar i biri, i cili tregohet indiferent edhe ndaj faktit që ata përkrajnë ish gruan e tij, kam dashur të shpreh edhe një herë që keqdashësia ose likësia kur e udhëheq tjetrin i rrëmben edhe dashurinë prindërore, e bën atë që ai të ketë një fund të cilin unë ja kam lënë lexuesit atij. Por prindi është gjithmonë me sy tek ai. Dhe as nuk e mallkoi dhe as nuk e dënoi, por thjesht dënoi veten në një farë mënyre, duke mos pranuar ndihmën e askujt dhe duke
lehtësuar veten për t'u afruar prakut të vdekjes më parë, pra duke hequr dorë nga trajtimet, për të qenë i larguar nga kjo jetë, pa qenë në mëshirën e askujt. Personazhi kryesor, fakti që ka kaluar një dramë shumë të madhe psikoemocionale, Pikërisht, tu duhet të them diçka. Forca e librit duket se është kurajo të kjo. Pra, në qenë se edhe u punktet e kjo, unë duhet të zgjeroj pak pyetjen. Pra, eksplorimi i psikologjisë së personazheve, emocionet, motivimet e konfliktet e brendshme të personazheve, konfliktet dhe motivet, si janë të ndërtuar në roman? Pra, për ta bërë pak më specifik atë që pikërisht kishe hyrë brenda asaj brendijet. Atëre, konflikti më i madh shpirtëror i personazhit kryesor është mungesa e komunikimit me të tjerë. E para është mungesa e komunikimit me botën që e rrethonte, sepse për shkak të dramës psikologjike ai humbet aftësinë e të shprehur, e të folurit. Dhe komunikimi i vetëm i saj është nëpërmjet të shkruarit dhe nëpërmjet gestikulacioneve. Nëna e personazhit i cili do të kthehet në bashkëshortin e saj është zonja Nëna Feride. Nëna Feride vërtet është një emër turk, por unë kam zgjedhur këtë emër sepse rëndon, sidomos në zonën e lindjes të Shqipërisë, përdoret shumë si emër. Dhe unë kam dashur që ta sjell në vëmendje për ta pasur ndoshta edhe një shtrirje gjeografike të leximit të këtij libri edhe nga nënat. Pra, sepse në pamje të parë duket sikur është një libër, një roman dashurie, por në fakt nuk është thjesht një sagë dashurie. Tu është një sagë vuajtjesh, është një sagë personazhesh. Po kjo është e veçanta, kjo është e bukur mbi gjitha. Dhe drama më e madhe e saj është mungesa e komunikimit me vajzën. A ka dramë më të madhe për një prind, cilit i privohet dashuria dhe komunikimi me fëmijën, dhe për më tepër paragjykimi, kur ajo rritet me mendimin se nëna e tyre ka tradhtuar babain dhe e ka braktisur. Kështu është ushqyer dhe është rritur vajza për 3 vite më radhë nga shkëputja me tjëmën, dhe një frymë e tillë kuptohet çfarë i ka gëluar vajzës së re së brendshme. Rastësia e sjell që të gjendet në një skenë ku e shikon në krah të bashkëshortit i cili nuk është bashkëshort, por është personi të cilën ajo më vonë e quan guru. E quan guru sepse ai ishte ai njeriu i ditur, ai njeriu që e trajtoi me atë lloj butësie dhe paqësie shpirtërore, të cilën ajo nuk e kishte prekur në asnjë individ. Më falë, gjithmonë edhe pak këtu. Sa e vështirë është të jesh një guru e të dhurosh shkëlqim. Pra, bëhet fjalë ky shkëlqim brenda romanit tonë. Nuk e kuptova, nuk e dëgjova. Sa e vështirë është të jesh një guru e të dhurosh shkëlqim. E në rastin konkret brenda romanit tonë. Atëre, unë mendoj që të jesh guru, të buron së brendshmi edhe mirësia, edhe dëshira për shpëtim dhe për të dhuruar paqësi dhe për të dhuruar atë dritën e brendshme të cilën ti mendon që nuk e ke. Është pikërisht ai që të udhëzon dhe të drejton ta gjesh atë dhe ta nxjerrësh jashtë. Shpëtimi është guruja i saj. Dhe ajo në pamundësi dhe në naivitetin e saj apo në brishtësinë e saj, apo në pasigurinë dhe në frikën e saj për ta pranuar që këtë ndjesinë e të pasurit xhan nuk e kishte thjesht të gjithë me një fund të lumtur. Unë kam sjell personazhi kryesor pëson një incident me pasojë vendosjen e këmbës në Allçi për shkak të një rrëshqitjeje banale që del nga lokali. Pra, lidhja që krijohet midis 2 personazheve është libri. Në një natë të bukur pas hapjes së pandemisë, pas një periudhe të gjatë mbylljeje në dhomën e vetme të saj në errësirë, ku grilat nuk hapeshin,
ku brenda dhomës së saj ishte shënuar vetëm një diell i madh me fytyrën e vajzës, që i kujtonte asaj që vetëm vajza mund ta ngrohte dhe mund ta sillte në jetë. Me disa shkrime ku kishte shkruar që gjithçka kishte përfunduar, por ajo duhet jetonte për të dëgjuar edhe një herë zërin e vajzës. Dëgjon që hapen lokale dhe kishte diku një lokal me muzikë live, me piano në sfond, dhe shkon e vetme për të thyer tabun e të qëndruarit vetëm. Dhe sërish shkon atje e vetme në një kënd librash dhe gjen atje një libër me poezi. E merr dhe shfleton dhe ndalet në një poezi, ndërkohë që hyn personazhi që është autori i librit. Autori i librit, siç na ndodh ne të gjithëve që gëzohemi kur e shohim librin tonë në dorë, për më tepër një grua e hishme, i afrohet për t'i ofruar shoqëri dhe shikon stepjen e saj, sa nuk po arrin të kuptoj nëse është stepja apo mungesë e të shprehurit. Megjithatë, ishte një burr shumë gentil dhe fisnik, i lejon i jep një dedikim librit, i adhuron librin, ndërkohë që ai ka dramën e vet dhe pikërisht ai libër është promovuar nga bashkëshortja e tij që i ka vdekur. Një bashkëshorte që gëzonte respektin e të gjithë qytetit sepse ishte infermiere dhe njëkohësisht një artiste e qytetit. Ajo kishte bërë promovimin e librit në atë lokal dhe kishte interpretuar poezitë e tij. Dhe ishte ndalur rastësisht kjo grua e re në jetën e tij në poezinë që kishte interpretuar me lotën sy gruaja e tij, cilin kishte 2 vjet që kishte humbur. Pra, rastësitë dhe koincidenca tjetra në një mënyrë si për të thënë që jeta është kompleksive. Jeta nuk mund të mbesi aty. Pavarësisht gjithë betimit jetësor që mund të bëjmë ne në jetë që ky është bashkëshorti im i përjetshëm apo gruaja ime e përjetshme. Janë ca gjëra në jetë që të thrasin së brendshmi. Dhe ata e thirrën njëri tjetrin duke qenë të dy të vetmuar dhe në drama personale, të cilat përfshihet edhe tek kjo pyetja narrative brendshme, shpesh përdoret teknika e rrjedhës së ndërgjegjes, pra. Kjo që po trajton. Kjo ishte edhe një pyetje para përgatitur. Ose monologu i brendshëm për të zbuluar botën e brendshme të personazheve dhe na bërë dëshmitar të drejtë për drejtë të mendimeve dhe ndjenjave të tyre. Po jo? Në fakt, për përgjegjësinë e personazheve, kam dashur që gjithë secili prej tyre të japë një rol të fuqishëm, një rol i cili edhe në familjet tona qëndron. Urtësia e gjysheve tona, urtësia e nënave tona, është mishëruar mjaft gjetur dhe spikatur, skalitur tek nën Ferideja, e cila nuk di asgjë për jetën e kësaj gruaje që i biri ja sjell në shtëpi dhe ja sill në dhomën e saj për të përkujdesur dhe personazhi kryesor ndjehet i detyruar të shpjegojë kush është personazh njeriu që po fut në shtëpi kjo nën. Dhe atëherë i tregon me një letër. Dhe nëna në një mënyrë shumë të rafinuar dhe shumë të pjekur nuk e thyen duke lexuar letrën, por e fton për të shkuar në një fundjavë diku jashtë qytetit të tyre, për t'i dhënë kohë asaj dhe vetes për të njohur njëra tjetrën dhe për të gjetur momentin për ta lexuar atë letër, jo në prezencën e saj, për të mos e thyer që nuk e beson. Një aspekt është ky. Më pas kur ajo njeh jetën e saj sigurisht që jepet më shumë për ta ndihmuar, por ndikon pozitivisht dhe në momentin e lidhjes, e rigjetjes së vajzës së saj me të. Stabilizon raportet midis nënës dhe bijës. Për të mos dhënë shumë detaje reale, ne po kalojmë më shumë besoj tek elementet të cilat i ka romani dhe zoti Gzim. Po, simbolizmi. Po, kam pyetjen e radhës simbolizmi dhe metafora. Koncepte abstrakte, filozofike dhe psikologjike shpesh paraqiten përmes simboleve dhe metaforave, duke shtuar një shtresë tjetër interpretimin e vepër. Çfarë do të më thoni zënë Mimoza? Atëre, unë kam futur 2 simbolika. Kam futur rregullat e shahut,
personazhi i cili do të bëhet bashorti i zonjës, njihet me ish vjerrit dhe ish vjerri i saj është një lojtar shumë i mirë shahu. Dhe është një moment kur ai tregon rregullat e shahut, dhe rregullat e shahut janë rregullat e jetës. Një simbolik tjetër është tatuazhi që ka vendosur personazhi kryesor. Personazhi kryesor, duke qenë se është sulmuar gjithmonë nga meshkujt, ka vendosur një tatuazh në klavikulën e saj, që është pikërisht kjo kocka që në mjetësi ka dy degëzime. Një në pjesën e kraharorit dhe një në pjesën e shpinës. Që do të thotë, pjesa e kraharorit mbron pjesën e gjoksit dhe ajo pjesën e prapme. Dhe unë nuk do ta jap detajin dhe se si është shkruar tatuazhi, por kam zgjedhur që pikërisht tatuazhi ta vendos në këtë klavikull, në këtë kockë që është me dy drejtime, e vetmja që është në trup në këtë formë, që tregon edhe mbrojtjen dhe sulmin. Po këto janë dy më të fortat që mua më vinë ndërmend dhe që kam dashur që t'i shpreh dhe diskutimet filozofike. Personazhet mund të angazhohen në diskutime filozofike. Të drejtë për drejta, pra, duke shpreh pikpamje të ndryshme mbi çështje të rëndësishme. Atëherë, këtu është kam një moment shumë real që ndodh edhe në jetën e përditshme. Kur ne humbasim një person të dashur, shpeshherë kërkojmë ta gjejmë atë në vendodhje të caktuara, në simbolika të caktuara. Na ndodh që shohim një kukël dhe themi që po kalon ëngjulli ynë, ose një zog, ose një flutur, e lidhim dhe e shpirtëzojmë me shpirtin e tij. Pasi vdes personazhi që është gjyshi ose vjerri i gruas, personazhit kryesor, me të cilin bashorti i ardhshëm i zonjës bëhet shumë shok me të, shkon në shtëpinë e tyre. Mbasi bëhet ceremonia e varrimit, atë natë përfundojnë në shtëpi vetëm njerëzit e shtëpisë, ku sigurisht edhe ai bënte pjesë. Gjyshja e vajzës, pra le të themi vjerra e personazhit kryesor, pothuajse nuk flej atë natë. Nga dhoma tjetër, bashkë me kujtimet e bashortit. Ndërsa në sallon, një kuti shahu e hapur kishte mbetur në vendin për të luajtur. E gatshme për të luajtur. Dhe ai ulet, bashorti i ardhshëm i personazhit kryesor, ulet në koltukun, uleshte gjithmonë zotëria, që e pëlqente shahun. Dhe kërkon të luaj. Një moment dremit e zë gjumi dhe shikon që kutia lëvizja e shahut të shkryer. Pas 2 orësh të gjumit që ai arrin të zgjohet. Dhe si zgjohet? Zgjohet sepse një zog lëviz vazhdimisht perden e dhomës ku ai është, e dhomës ku ishte studio e të ndjerit. Dhe është pikërisht ky zog i cili e zgjon nga gjumi, si atë ashtu edhe bashorti. Të dy takohen dhe ai çuditur shikon kutinë e shahut që loja ishte lëvizur. Dhe ngrihet pyetja çfarë ka ndodhur. Bashkë bisedojnë me njëri tjetrin dhe ftohen njëri tjetrin për të pirë një kafe diku rreth orës 4 të mëngjesit. Që do të thotë që dhimbja dhe përhumbja nuk mundesh dot ti lejonte të hiqë. Nga dalë pyetje pas pyetje dhe po e zbërthejmë edhe pjesën e romanit, dhe do ju shtroja tjetër pyetje. Dua të ndalem te kjo pjesa e Jo, se po vjen pyetja. Të vjen pyetja besoj. Po. Ndërthurja e historisë me reflektimin e ngjarjeve. Ngjarjet e romanit shpesh shërbejnë si katalizator për reflektimin filozofik dhe psikologjik të personazheve dhe lexuesit. Çfarë do të na thoni në këtë ndërthurje historike? Atëherë, unë kam më është dashur të fus brenda shumë situata. Unë kam futur brenda shpjegimin religioz, shpjegimin fetar. Kam futur brenda shpjegimin mjekësor, shkencor. Kam futur brenda shpjegimin budist. Kam futur brenda shpjegimin filozofik. Kam futur brenda shpjegimin praktik të nënave. Pra, kam bërë një ndërthurje
të shkencave së bashku, jo mirëfilli, por duke marrë konceptet, për të shpjeguar dhe për të ofruar tek lexuesi që nuk mund të bëhemi pre e një mendimi, por diversiteti i të shpjeguarit të gjërave na bën që ne të zgjedhim pastaj. Nëse do të zgjedhim mendimin të jemi pre e shpjegimit filozofik, shkencor, praktik, antik, historik, pra këtë gjë ja lë në dorë lexuesit. Unë ja ofroj në të gjitha format dhe mundësit dhe pastaj ai përzgjedh atë që i pëlqen. Faleminderit. Zonja Moza, ju keni përdorur qëllimin për ta provokuar mendimin, ashtu siç e the edhe pak më parë. Edhe një herë pyetjem Brenda, edhe një herë lutem, se ju nuk e keni dëgjova. përdorur qëllimin për të provokuar mendimin. Po. Në roman psikofilozofik shpesh synon të provokoj lexuesin, mendoj thellësisht rreth çështjeve të ngritura dhe të bërë në pikpyetje supozimet e tij. Shembujt e elementeve psikofilozofik në roman mund të jenë një personazh që ka plot sfida. Megjithëse deri tani ke folur goxha, por kush është atëherë, pra dhe sipas pyetjes, personazhi në roman që ka përballuar më shumë sfida? Ka një paraspektim të sfidave në këtë rast. Të dy personazhet kryesor gjenden bashkë sepse janë të sfilitur dhe të lodhur nga fakti. Dhe të gjendur së bashku plotësojnë kaq mirë njëri tjetrin për të sjellë në jetë më pas një plotësi të më pashme. Unë kam sjell edhe një ndjesi tjetër që dua ta përmend edhe këtë. Sensin e tolerancës midis grave. Zakonisht ndodh që gratë kur janë konkurrente me njëra tjetrën, kanë një lloj egoizmi apo një lloj ndjesie të ligësht me njëra tjetrën. Ndërsa në rastin kur unë i kam vendosur përballë këto dy gra, pra personazhin kryesor me ish gruan e burrit të saj, të gjendur në kushte të një spitali, ku ajo pa e ditur i kishte shërbyer djalit të burrit, dhe më vonë e mëson se kush është, ajo sërish e respekton dhe e vlerëson në të njëjtën mënyrë, për të treguar që kur në mes është një fëmijë, kur në mes është një vazhdimsi, gjithçka e tjetër ka kaluar. Dhe është në prioritet edhe në, le të themi, në shkon te terapia me logopedin, merr vesh një gjë të tillë dhe shkon bën gjithë analizat për t'ia dhuruar veshkën të vllajt. Ndërkohë që fal një aksidenti, ndoshta nuk është mirë të shprehem kështu, por fëmijës i ofrohet një veshkë pas i transplantit të një personi tjetër i cili ka humbur jetën dhe familja dhuron organet. Pra, ka një mori ngjarjesh dhe situatash që brenda përplasen dhe tregojnë virtyte dhe vlera njerëzore dhe humane. Po zot Gzim? Faleminderit. Një rrëfim i gjithë jetës së një personazhi në pika të shkurtra, sepse ju keni folur mjaftueshëm edhe në roman, por neve na intereson për dëgjuesin pra. Doni të shkopus një personazh shumë interesant. Për një personazh pra në pika të Njëri shkurtra. nga personazhet. Po. Një personazh shumë interesant është vajza e zonjës, e personazhit kryesor. Vajza ndodhet në pikën e takimit me Tjëmën, fillimisht e përjashton, por është nëna le të themi nëna që po kujdeset tashmë për personazhin kryesor që është akoma me këmbën në alsi, pra nëna e re, nën Ferideja, është ajo e cila ndikon duke i shpjeguar rrethanat dhe situatat se si është e vërteta në lidhje me jetë e mamasë së saj. Më pas, mamaja i kërkon leje mësueseve, sepse ajo gjendet në qytetin ku mamaja kishte shkuar në një fundjavë dhe ishte pikërisht ditëlindja e saj. Dhe kur këndohet kënga dhe ajo dëgjon diku në sfond zërin e të bijës, afrohet dhe shikon që vërtet ishte e bija. Dhe e bija e paragjykon duke e parë në krah të një burri që do të jetë bashorti i saj ardhshëm.
Dhe pastaj Nën Ferideja është ajo e cila e bind që nuk janë situatat ashtu si kurse po ishte ajo. Më pas një letër e detajuar që jepet edhe në roman, ajo shikon dhe lexon dhe vetën e vetë çfarë ka ndodhur atë natë të errët, përse mamaja nxitonte aq shumë, përse mamaja shikonte para dhe mbrapa, përse mamaja ushte dhe thirrri ambulancën për të shpëtuar jetën e atij njeriu, përse kur shkoi në shtëpi i tha që ti ke qëndruar me mua, thuaj babit, dhe mos i tregoj që ke qenë në një dhomë vete, e të tjera e të tjera. Pra ajo kupton tërë vuajtjet dhe dhimbjet e mamas së saj. Më në fund e pranon dhe ndikon pozitivisht edhe te gjyshërit në mënyrë që ata ta kuptojnë dhe ta pranojnë maman e tyre si një nën të ndershme që nuk ishte bërë asgjë nga ato çka ishte ushqyer deri më tani. Sa në një farë mënyre i detyron që të shkojnë të takojnë maman e tyre dhe sepse ata banonin në Durrës tashmë, pasi i biri i kishte kthyer në Shqipëri për të bashkëjetuar me një grua të re dhe i detyron të kërkojnë falje mamas. Pra, është vetë se 17 vjeç dhe arrin të çojë gjërat në vend për sa i përket nënës së saj. Dhe nuk bën vetëm këtë, po në këtë tratativë ajo arrin të transformojë dhe jetën e personazhit që do të bëhet i fejuar i saj, i atij që kishte humbur të motrën që tregova pak më parë. Dhe sjell dritë në jetën e tij, mirësi në jetën e tij, butësi në jetën e tij, duke bërë të heqë dorë nga alkooli dhe nga gjithçka tjetër perverse në jetën e tij. Më pas arrin të takojë të jatin dhe ta zbusë zemërimin e të jatit, duke mos e hedhur poshtë as pak për përgënjeshtrimet dhe për gjithçka tjetër të rëndë që kishte bërë në jetën e tij, duke ndarë edhe nga i vëllai, tashmë të cilën ajo e kishte gjetur në Itali dhe i kishte ofruar gjithçka atij. Më në fund ndihmon edhe të jatin që të njohë të birit, ta pranoj i birit të jatin dhe të jetë bashkë me të. Pavarësisht se ata nuk vendosin të rinë, dhe ai mbetet i vetëm në destinin që në fund të fundit jeta që ai kishte zgjedhur ishte pikërisht ajo. Megjithatë, unë nuk i kam dhënë një fund të hidhur personazhit babait të Kleas. Klea është personazhi që arrin të bëjë ndonse 17 vjeç, arrin të bëjë gjithë këtë transformim jetësh. Arrin të çojë në vend gjithçka të rënuar nga babai i saj. Dhe kryesisht që në vend dhe moralin e nënës së vet. Ajo është, domethënë, një dita e lodhur dhe në kufimin e rezistencës për një jetë të zymt, sklaveve gjyqësisë së ngjarjes që e kishte mbyllur në vuackën e paskeqësisë, pa që ajo po jetonte më keq se vetë drama. Kam shkëputur këto 2-3 rreshta për arsye se kisha dëshirë t'ja them lexuesit se ky roman është i mirë artikuluar në gjithë aspektet e fjalës. Nuk i mungon një i, një e, një të, apo diçka nga ana kuptimore. Vërtet ja vlen për të lexuar. Zonja Moza, metafora në roman. Sa mendon që metafora në roman ka ngritur cilësinë e krimtarisë tonë? Po sigurisht që figuracioni letrar dhe kryesisht metafora është ajo që e mban më shumë të ngërthyer dhe të bën që të përhumbasësh edhe të mos e shkëpusësh librin nga dora. Të tregosh është si të jesh në këtë moment që jam unë tani duke rrëfyer dhe duke treguar një narracion i thjeshtë. Ndërsa mënyra se si ti e rrëfen në roman ngjarjen tënde përmes figuracionit, patjetër që ngren edhe vlerat e saj letrare dhe njëkohësisht të përhumb dhe mban lexuesin më të ngërthyer pranë saj. Patjetër që ka një rol dhe një peshë të jashtëzakonshëm. Pasi gjetjet e karaktereve nuk janë thjesht një përshtatje ose një risjellje e atyre që na ndodh në jetën e përditshme, por është sofistikimi i tyre përmes figuracionit. Po, zoti Gzim, faleminderit. Intervjues, si duket kemi pak pengesa në transmetim, po përpiqesha të rregulloja pak pjesë për do të provoj më vonë. Mendoj se këtu kemi përmbyllur pjesën e parë të romanit tuaj të dytë,
E për të kompletuar më mirë do flasim edhe pak rreth romanit tuaj të parë, Ajri, Dielli dhe Hëna. Për të mos e zgjatur më shumë, Sonja Prenda ka bërë edhe një recension për atë roman, që do t'i lutesha brenda mundësive të na lexoj recensionin që i ka bërë një vështrim kritik atij romani. Pra. Sonja Prenda, për ju. Faleminderit. Në fakt, nisa po përfunduam një rezume, si që themi, që për të folur për romanin duhet të jetë gjatë. Por besoj që është folur më së miri për të kuptuar lexuesi se pse duhet ta ketë atë roman në bibliotekën e tij. Në bibliotekë pasi të lexohet normalisht. Vërtet është folur shumë gjatë këtyre minutave për personazhet, për ngjarjet, qoftë reale, qoftë edhe pak filozofi apo metaforë. Ngjarjet kanë uljet e ngritjet e tyre, por ka një fund utopik që vërtet ja vlen për të lexuar, sepse ngjarje të tilla nuk ndodhin shpesh dhe është aftësia e shkrimtares e cila personazhet i ka sjell në atë formë që secili në fund i ka frytet e tij të jashtëzakonshme. Edhe vërtet e përgëzojnë për këtë prurje kaq të bukur. Unë kam qenë edhe pjesë e një promovimi nga romani i parë dhe këtu më ka shtuar zeli për ta patur pranë në mozën ndoshta qoftë për një fjalë apo një fjali, për ta ndihmuar në romanin e dytë që unë e kam pas si vlerë. Kërkoj familjen time kur nuk kam mundur. Nuk duja një ledhatim. Do duja një ledhatim, një fjalë të ngrohtë. Kam qarë netave me sytë nga muri, ku kisha disatuar familje të lumtur. Androja si do ishte nëna ime, po babaj. Mbaja shpresën në gjë se një ditë, nga dera shtëpisë së fëmijës, do vinte nëna ime të më thoshte, eja birë. E unë s'do e pyesja kur pse mbraktise, e unë do e puthja derisa duar të më piheshin e të vareshin të poshtë, por s'ndodhi kur. Teuta kishte mbetur e mbirë tek bënte ca lëvizje pa kontrolluara, me duar të liri i amori mes duarve dhe tha. A shikon çdo të thotë të rritesh pa dashuri? Personazhet në roman janë disa dhe e rëndësishmja është që janë pozitiv. Është krim atraktiv, të përfshirë, të emocionon, të futë mendime, të bën të besosh në fat. Refleksi intelektual i autores është një pjesë e dialogut dhe kontakti me lexuesit të krijuar kohezionin në aktet letare përmes këtillësisë të argumentit që përmes këtyre fenomeneve shqyrtohet optika origjinale e komunikimit si ëndër dhe vizion që është mjaft i dukshëm, diapazoni që përfaqëson mundësinë e romanit tek bashkë shoqëron atë si i mrekullueshëm. Ky stil oratorik në tisin romantik shkon deri në modelin e gjendjes së madhe dimensionale të shpirtit me argumente qasje forta prekse, ndaj i vlerësoi në përflankje energjish e si armë shëndetshme duket turimi. Autoria sjell në detaje veprimet e të rinjve, përsjatjet e cejake, gjendje shpirtërore, herë të pikëlluar e hera herës, duket e ringjallja besimet se një ditë do të rëkas lumturia dhe thelbin e ekzistencës po ashtu, dhe e them se autoria ndonë se e re në prindari vjen me risi përmes finesave letrare. Stilistik, imagjinat, larmin ngjyrash, vlerësim për mjeshtrinë e penës së pakontestueshme me plot mesazhe jete, perifrazon thellësinë e shpirtrave dhe dinjitetit njerëzor duke prekur shumë dimensione dhe janë mjaft vigjilente kur si dhe art. Ndonë se shpingjet jetësore për personazhet duken aq vështira sa ndarja e vajzës nga prindrit, martesa me Ilirin dhe ngritja e familjes re, emigrimi pak të Ilirit krijon dëmtimi të madhe për shpirtrat e butë të Ajrit të Teutës. Drama e krijuar si në filma bën që të dyja të marrin udhët e kërkimit të Ilirit dhe të vendosura për të zbuluar të vërtetën, bën autoren të ndërmojë labirinteve të kohës e me zjarrin e zemrës ndezur ta mbaj pishtarin e kërkimit deri në zbardhjen e fakteve. Autoria jeton me thënie se malet më të larta
goditen nga rrufet. Pasi aty duket më e fortë rezistenca ndaj dhe dëmet janë paq të mëdha. Rrëfimi i shkrimtares të mbërthen deri në pikën ku realiteti shkrihet me shpirtroren e ndjeshmëritë bëhen të prekshme. I kërkuam të rinte gjithmonë me ne, se ishim të vetmuar dhe pleqëria kur na trokiste për ditë. Ai na tha që për këtë s'kishim nevojë të paguanin, pasi fakti që jetonte me ta përgjegjësonte të kujdesej si të ishin prindrit e vet që Zoti s'ja dha kurrë. Kjo gjë ne na preku shumë. Si mundej të ishte aq i mirë? Punonte diku tjetër e ato lekë pasillte ju. Më dhimbsej se lodhi shumë dhe i thash një ditë që kisha nevojë të më asistonte për gruan që i kishin filluar shenjat e para të depresionit të rënd. Një kampari gjatë më triste. Isha dhe në punë, s'kisha më këta linja. Si a besoja do të kujtoj Elenin tim. Ai jo vetëm që s'me la vetëm, por u kujdes për këtë se të ishte mamaja e vërtetë e tij. I lexonte, i fliste, ushqente, nxirrte shëtitje, këndonte, ballzonte me të. Ajo ishte shumë e lumtur me të, që kur ai ka ikur nga kjo jetë, ajo është kthyer në një pemë që po thahet për ditë. Mban syt nga fotografia e tij dhe ndonjëherë më duket se kupton sepse çan. Ja, edhe sot po e ndjen. Shikojeni, kur e pash degradimin e shpejt të saj, nxitova të bënim një testament ku firmosëm të dy kalimin e pasurisë në emër të i birit. Stranoi kur të ndërronte emrin, pas e më kërkonte një ditë prindrit thoshte, si mori kur. Sa i lumtur jam sot që pasuria që zgëzoja i ta gëzoni ju. Koha ishte veshur me mantelin e zi, por autorja sjell personazhin energjik të pisën, të dashur e madje adhurues njerëzve të detin që donte vlerësonte njerëzit e jetën. Ky roman, nga niveli artistik ka vlera, sjell shumë ngjarje, sakrifica, pasi udhëtohet në përshtigje të panjohura dhe të pashtur nga realiteti, e shtigje të panjohura madje edhe jashtë rojeve anëtare, të kuptuar se njeriu i jep kuptim jetës dhe vdekjes. Harmonia me strukturës dhe mendimit janë burtë e vlefshëm dhe të qëndrueshëm në themelet kryuse gjithnjë në ngritjen e veprimit të autores Mimoza. Përmes këtij romani autorja sjell tregime që kanë gjetë mish. Ndonë se histori të tilla ndër shqiptar fatkeqësisht ka plot. Ndaj breza tanë i kanë aq të freskëta e vlerësimi bie mbi të vërtetën. Sa do e hidhur që është ajo. Dita e parë e ajrit të universit ishte gëzimi për të gjithë. Ajo tranoi dhe shoqërohej nga gjithë në shkollë, ndonë se disa do e merrnin si qesharake, por ajo donte ta përjetonte këtë ndjesi të munguar dhe tashme dukej një familje e madhe. Vitet kaluan dhe ajo diplomua në mjekësi me rezultate të larta. Kurorën e diplomimit e turin me gjetë ulliri nga ullin që babai i saj ishte kujdesur për to. Ceremonia e diplomimit ishte nga më të paharrueshmet dhe temën e mbrojti për neuropsikiatrik dhe ja dedikoi suksesin e familjes së saj. Atë pasdite shkuan edhe në varrezat i babai dhe gjyshi e ju tregoi në detaje sikur t'i kishte përballë. Ajri u specializua në neurologji dhe u bë një mjekë mjaftë dhe emocionet dominonin tek të gjithë për suksesin e shumë dëshirtuar. Pas disa vitesh, fal punës dhe arritjeve, ajo hapi një klinikë neurologjike dhe u bë mjeke e zonja ku u jepte zgjidhje shumë rasteve të komplikuara dhe emri Javuri Ilir. Qendra u shndrua në qendrën tërtimore shkencore, kryesisht për sëmundjen e Alzheimer e Parkinson. Mamaja i drejtonte klinikën pasi ishte diplomuar në administrim biznes. Vajzat e shoferit që i kishte shoqëruar e mbështetur ishin diplomuar në infermieri dhe fizioterapi. U punësuan në klinikë dhe kishin krah të utës e kujdeseshin për mbarvajtjen e qendrës dhe rritën punën. Ajri po përmbushte porositë e gjyshit. Pasi me vdekjen e Elenit, shtëpia u kthye në shtëpi për kujdesje të plezhjeve të vetmuar dhe për veten ndërtoi një shtëpi të re, pasi jati kishte lënë një projekt dhe ajri ishte gjetur tek gërmonte në dokumentet e shtëpisë. Por një ditë do vinte dielli e me rrezet do ngrohte skutat e akuta shpirtit. Njeriu do vetëdijsohet, shpresa është gjithashtu burimi një fillimi ndryshe, plot refleksione e në këtë roman ndërton deri në palcë. Ndaj ky akt është depërtimi deri në palcën e shkrimtarit.
Forca e brendshme e bën të reflektosh sepse nuk duhet të përsërisim koprat. Rita na dhe etja për babajnë e kërkesat për një të ardhme të mbitur, ishin ngacmimet me të cilat u rrit fajri. Fajri a mos është ajri që thith njeriu, baza e jetës për të cilën dhe frymojmë plotëndje dhe shpresë, por dhe dëshira që një ditë ëndrat për të cilat kemi ndërruar pareshtur ta gjejnë udhën e zgjidhjes dhe presim momentin e realizimit të zgjidhjeve e pritjeve tona. Shpresa njeriu të rritet kur në fund tunelit duket drita dhe nuk ka forcë që të zbrapsë në tapritjet tua, sepse i beson si të vërteta e që të realizohen duhet i besosh. Prandaj memoria rrethëhet nga forma të ndryshme. Ndon se ky roman mund të ishte histori, ku ngjall dhimbjet deri në mjerim e rrjedh shqetësim i ndershëm që gjendet tek njerëzit e thjesht, ka dhe shpresë që nuk shteron. Ky roman utopik ka vlera të larta leximi, pasi me gjithë peripecit sjell fund të lumtur dhe duket shpenzënës. Kur hyn shkrimtari, hyn vetëm Zoti. Për fotografi, por shpresoj në mirë kuptim të dëgjuesve tanë dhe dëgjuesve. Faleminderit. Më falni për ndërprerjen, zonja Mimoza. Jo, asgjë të lutem. Unë po ju thoja që të punosh me fëmijët ndoshta ka qenë ngacmimi im i brendshëm, pasi vi nga një fëmijëri shumë e pasur, shumë e lumtur, edhe një fëmijëri të cilën kanë investuar prindrit e mi që unë ta kisha sjell edhe në këtë moshë, ose më saktë ta ruaja si një pasuri të trashëgueshme, jo vetëm te fëmijët, por t'u adhuroja copzat e fëmijërisë time edhe brezave të mëtejshëm. Gjatë kohës që unë do të kisha mundësinë që të shpresha më parë me krijimtarinë time letrare, jam marrë me pjesën e rritjes së fëmijëve, të edukimit tim, formimit tim e të gjitha. Kur fillova të kuptoj ndjesitë e mia për letërsinë, mu pata një lloj përsiatje të fëmijërisë, sepse atëherë kam marrë ngacmimet e para për letërsinë. Kur ne ishim dhe bënim hartimet e para që sot ndoshta e quhen sek, ato ishin nga më të vlerësuarit. Dhe unë gjithmonë ndihmoja shokët dhe shoqet që të bëja disa, dhe gjithmonë i bëja ndryshe. Asnjë nuk i ngjante tjetrës. Dhe shikoja që kisha një rrjedhshmëri dhe një botë shpirtërore shumë të pasur. Lehtësia ime për të shprehur fillimisht dhe për të gjetur kurajon për letërsinë për fëmijë ishte për faktin sepse shpeshherë dhe kur bleja libra për fëmijët shikoja një lloj letërsie të ndoshta përkthimet jo të duhurat, që unë ngrej shpeshherë këtë problematikë dhe me kuarit e mi. Përkthimet jo të duhurat arrinin që të përcjellnin një emocion jo ashtu siç ne kishim mësuar ta merrnim nga leximi i librave për fëmijë në moshën tonë. Dhe që atëherë thoja, po si ka mundësi, është përkthyer keq apo sot ka gjithnjë edhe më pak shkrime për fëmijë, sepse ishin të gjitha libra të autorëve të huaj. Me këtë antikap fillova ta ushqeja veten që ndoshta mund të vendosja një kontribut dhe unë sa do pak. Dhe fillova të shkruaja dhe i mbaja në ditarin tim. Pa guxuar që ato të bëheshin të mundshme për t'i shfaqur. Por gjithmonë do të dali një person, do të dali një guru, ashtu sikur se unë e kam zgjedhur tek romani im. Do të dalë një person i cili do të thotë që guxo. Ti ke bërë ke sjell një fëmijëri ndryshe. Dhe sot fëmijët e sotëm kanë nevojë ta njohin letërsinë dhe fëmijërinë dhe historinë e letërsisë përmes atyre që lexojnë. Por nëse ne kemi vetëm libra të përkthyer dhe nuk kemi libra shqip, çfarë mund t'i ofrojmë lexuesit? Nëse asnjëri prej nesh nuk përpiqet të sjellë diçka nga e kaluara për t'ia sjellë fëmijëve dhe për t'ia servirur atyre. Atëherë kjo ngacmim që unë dua të falenderoj këtu zotin poetin Rifat Ismaili, më ngacmoi dhe unë fillova pak nga pak votuese për fëmijë. Më pas, angazhimet e mia edhe në revistë të Nxohët Mëngjesi, ku publikohet është një revistë moslimore letrare për fëmijë në Kosovë, më pas edhe në Shqipëri, më dha kurajon që ta vazhdoja dhe unë kam në projektet e mia aktualisht një libër
pra 3 për familje të them. Dhe nuk do të resht pasi e ndjej që në këtë zhanër duhet të japim që secili prej nesh një kontribut akoma edhe më të madh, më të shumëfisht se sa ajo në botën e të rriturve. E shoh si një mision. Faleminderit zonja Mimoza, zonja Brenda, pyetje, keni pyetje ju? Po, kam edhe një pyetje. Zonja Moza, ju keni edhe një revistë letrare, ku ju jeni vetë editore e saj, dhe sa e përmbushur ndjehesh si editore e kësaj reviste? Atëre, unë dua të bashkëndaj me secilin prej jush një falënderim publik për faktin se Faleminderit është revista Muza Letrare, ky është numri 1. Në fakt është fatësjellësi për të më dhënë një status të ri në të gjithë backgroundin tim tashmë letrar, artistik. As që e kisha menduar në fakt, por sërish vide nuk bëhem përsërit, se ndoshta të them që gurut janë edhe përreth nesh. Mjafton të kesh dhe vëmendjen ti dëgjosh dhe ti zbatosh këshillat e tyre. Dhe një i tillë në iniciativën e kësaj reviste, 2 të tillë më saktë, janë zoti Gzima Igeraj dhe zonja Brenda. Unë ju falenderoj shumë që më dhatë adrenalinën e të përjetuarit të një emocioni të tillë, që unë të bëj bashkë këtu shumë poet, shumë shkrimtar, të cilët i dhanë bukuri këtyre faqeve të kësaj reviste, por njëkohësisht një lloj prestigji, të cilën unë as që e kisha menduar, po të mos ishit ju të dy. Tashmë unë ndodhem. Faleminderit. Faleminderit juve. Cila ka qenë indicia jote që Migjenin e ke bërë pikërisht pra një figurë shumë e pasur, një figurë shumë e dashur për të gjithë lexuesit tonë, se ka dekada që ai nuk jeton më fizikisht, por në shpirtrat e gjithë secilit. Si të erdhi në mendje që ta kesh konkretisht në revistën e tij të parë për të diskutuar mbi këtë figurë letrare? Mitrush Kuteli për Migjenin ka thënë një shprehje, çfarë janë vjetët përpara një shpirti të madh. Ndonjëherë na krijohet ideja që duhet të jetosh shumë për të dhënë shumë. Por në fakt, ai edhe në pak vite, ai bëri një revolucion në letërsi dhe la kaq shumë gjurmë dhe la një pasuri letrare të tillë, të cilën gërthet dhe ulëret edhe sot. Dhe unë prandaj zgjodha që të vi me figurën qendrore, pikërisht me Migjenin, për butësimën e shpirtit të tij. Dhe më ka qenë Shumë faleminderit vërtet. Faleminderit zonja Mimoza. Shpresoj që sigurisht ka mbetur edhe shumë çka pa u thënë, sepse në një emision nuk përmbledhet gjithë ajo punë, romani, gjithçka që keni shkruar, ju e keni krijuar. Absolutisht. Pra shumë çka ka mbetur pa u thënë, çfarë do të na shtoni ju dhe cilat do të ishte mesazhi juaj për dëgjuesit tanë? Atëre, gjithçka kam arritur deri tani është punë, është vullnet, lider shpirtëror, një mentor tëndim në rrugën tënde të re, ku ti nuk e di se ku do të shkosh, dhe a do të jetë fillimi apo fillimi dhe fundi në një pikë, atëre unë do të thoja që të jesh i përulur, jo i përulur në kuptimin si e marrin disa njerëz, por të jesh kërkues, jo vetëm ndaj vetes, por edhe ndaj personave që të rrethojnë, që ata të bëhen krahët e tu, që ata të bëhen dituria jote, derisa ti t'jesh i aftë për të fluturuar vetë, nuk është asnjë turp, të pyesësh, të kërkosh dhe të jesh mirënjohës. Dhe të mos heqësh dorë kurrë, të luftosh dhe të punosh fort për t'i realizuar ato. Vetëm kjo ka bërë që unë sot të jem krahas njerëzve me potenciale si. Faleminderit. Shumë faleminderit, vërtet faleminderit që ke qenë me ne sonte, ke sjell esencë, ke sjell mesazhe, ke përcjell nga libra tuaj shumë imazhe, por mesazhet që janë shumë të vlefshme besoj do bien në veshin e lexuesit për të takuar ato libra,
për t'i përvetësuar e lexuar sepse kanë shumë për të mësuar nga ato, pasi siç e tha dhe zoti Gzim pak më përpara, është shumë e vështirë që në 1 orë e gjysmë të thuhet një punë kaq voluminoze me një vullnet të jashtëzakonshëm, ku nuk din të pushosh, gjithçka që ke sjell në libra, por dhe eksperienca të tjera në punë. Ne kemi, më duket sikur i kemi prek për citazi për afat kohor, por besoj që edhe ja ka vlejt, qoftë për ne, qoftë edhe për të gjithë dëgjuesit që e kanë ndjekë sonte këtë emision. Ju jemi shumë falenderues që gjithmonë janë me ne, por nga sonte është edhe në YouTube, pasi emisionet tona kalojnë në YouTube. Brenda, do më lejoni të them edhe një gjë të fundit. Patjetër. Për sa i përket ëndrave dhe pasioneve, ndonjëherë ne nuk e njohim veten. Ndonjëherë kemi ca potenciale të pazbuluara, ndonjëherë janë disa njerëz të cilët kanë atë metodikën e tyre që të fusin në rrjet dhe pastaj të thonë, ti ja del. Dhe unë dua të falenderoj sërish Gzim Ajgeraj, i cili bashkëpuntoi me mua në këtë revistë dhe pastaj më tha, ti ja del. Dhe unë u përpoqa që në sajt të udhëzimeve dhe të linja guidave të zotit Gzim të mund të nxirrja numrin dhe do të nxjerr numrin e ardhshëm në bazë të udhëzimeve të tij. Dhe ndjen që e kam pranë, sepse ai nuk ngurron në këshillat e tij, por më ka bërë dhe një të mirë tjetër, sepse mu desh që autodidakt të mësoja grafikën, të mësoja faqosjen dhe të mësoja të bëja kopertinën e librave. Për të thënë që bravo dhe shumë suksese, shëmërime. Jo, doja të dilja këtu që nëse ti je e vëmendshme ndaj sinjaleve që të japin njerëzit që të tregojnë rrugën dhe ti kupton që kjo gjë po bëhet për rritjen tënde, atëherë ti duhet të luftosh, të marrësh mesazhin dhe ta çosh përpara dhe mos të dorëzohesh për të tërhequr. Jo lumt. Kjo është të lumt gjëja dhe shumë suksese vërtet. Në fakt të fundit, njerëz kurajoz, siç e thash edhe në fillim, libri për ju është Kurajo, njerëzit kurajoz i duhen letërsisë. Nuk mund të është keq për ta thënë, më çorton shpesh zoti Gzim, mos fol ato fjali ku nuk shkojnë, por unë them njerëzit dembel nuk i shërbejnë as letërsisë as vetes. As të ardhmes jo. As brezave jo. Absolutisht. Kështu që unë në qoftë se i futesh një rrugë ose një çfarëdo mendimi që don të krijosh diçka, duhet të sakrifikosh, sepse në një ditë ndoshta për mua ka qenë fat edhe fakti që unë punoj me librin çdo ditë, punoj me të rinj çdo ditë, dhe ndoshta dikush më tha që e ke bërë shumë italian librin, por në fakt unë kam sjell një realitet të jetës së shqiptarëve në Itali, sepse ne shqiptarët, Italinë dhe Greqinë, sepse dhe libri i parë i ka marrë ngjarjet në Greqi, dhe libri i dytë ka udhëtuar në Itali. Libri i tretë nuk e di se ku do të më çojë, por për të thënë që unë kam bërë një ndërthurje të kulturave tona për të treguar edhe miqësinë e popujve, solidarizimin dhe shkëmbimin kulturor tashmë, sepse universiteti ku unë punoj ka 50% mbi të gjitha nuk keni deklaruar, mbi të gjitha ju keni deklaruar forcën e shpirtit shqiptar. Unë dua të kujtoj këtu një kriter, siç e tha zonja Mimoza, sepse librin e keni bërë shumë italian, e rëndësishme është se gjithmonë në roman është një kriter i cili kërkon ku vendoset ngjarja, pra. Dhe ngjarja juaj është vendosur atje sepse atje ka ndodhur ajo dhe kjo nuk pra kjo i qëndron një kriteri se ngjarja ka ndodhur në Itali dhe gjithsesi ju keni vendosur ngjarjen atje, pra, dhe kjo është shumë e rëndësishme dhe shumë e saktë, as pak s'keni gabuar për këtë. Unë zonja Mimoza ju falenderoj për kohën që ndat, për të gjithë ato që na i sollët sonte, pos një defekti teknik që kemi përmes linjave të internetit, që shpresoj që dëgjuesit do të na falin për këtë, por unë ju falenderoj dhe ju uroj shumë suksese. Do të shenjë mirë zoti Gzim. Mund të jetë shenjë mirë që unë të vi sërish pranë jush. Faleminderit shumë, mirë se vini, me shumë knatësi. Zonja Mimoza, shumë faleminderit që ishte me ne. Ndjehemi më të pasur. Faleminderit shumë zonja Mimoza. Paqe, suksese në vazhdim.
e çdo për ju. Unë edhe falenderoj ju dhe gjithë dëgjuesit tuaj dhe suksese në punën tuaj të devotshme, në punën tuaj profesionale, se sot po i kuptoj ethet e poetëve kur i marr në intervistë. Vërtet u ndita emocionuar, por njëkohësisht edhe pata një kënaqësi sepse pata një trajtesë profesionale të mirëfillt. Ajo çka i takonte këtij romani që lindi bashkë me ju. Ju falenderoj shumë dhe ju uroj suksese. Shumë faleminderit për prurjet, shumë faleminderit për prezencën këtu, për gjithçka solle, mesazhet, gjithçka tjetër. Shumë faleminderit. Prenda, do të them edhe një fjalë të fundit. Më ke ftuar një herë në një antologji për të qenë e përfaqësuar me poezi. Dhe të thash nuk kam poezi. Nuk kam, por në fakt ajo fjalia jote, sikurse ajo ndihma e Zotit Gzim, më ka bërë që unë sot të kem gati një libër me botime me poezi. Bukur shumë urime. Kështu që të falenderoj publikisht. Atëherë edhe ju jeni një interpretuese e mrekullueshme, që vërtet ku mbon kudo salla ose kudo që je kur lexon një poezi është mrekulli ta dëgjosh, por unë edhe pse nuk lexoj bukur sa ju, në datën 23 që është dita botërore e librit, ju mund ta çoni një poezi ta lexoni. Unë me datë 23 kam emisionin, po s'besoj që ta kemi në të njëjtën orë, kështu që edhe unë do ta dërgoj një poezi dhe dua ta dëgjoj nga ti. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit vërtet që ishte sot dhe shumë sukses. Shumë faleminderit Moza, suksese për ju, suksese për mësuar. Me që jemi në prag të mesazhet dhe emrat atyre që na kanë pëlqyer. Po? Natasha Ilia, urime suksese. Mimoza Hoxha Agrastra. E nderuar të jem në mesin tuaj, aty ku dia lakonartjen dhe transform me kënaqësi shpirti e dehti poetike. Me ju jam e sigur që jehuna e romanit tim më të ri do të marrë rrugtimin e duhur drejt lexuesit. Ju falenderoj, ju uroj suksese në këtë nismë tuaja. Piqmete Daja, urime suksese, Nezi Plaku Belaj, shumë urime për ju. Tjetër Lule, një duar trokitje, Boresi Lidja Shkoza, suksese për ju Sibilat e Veriut, urime për votimin e ri, Zonjës Mimoza Hoxha Agastra, suksese pa fund në rrugën e bukur të letërsisë. Ndoc Balaj, bravo, super. Fatmira Limane, urime suksese, respekt jush. Aslan Beltari, urime suksese, Almari Vrasici Gjoqaj, urime suksese për zonjën Mimoza Hoxha Agastra dhe ju përshëndes të gjithë me ju. Udhëheqës të programit zonja Brenda Setia e Zoti Gëzim Majgera dhe Sibilat e Veriut, për respekt. Me veçanë urime suksese Radio Sibilat e Veriut. Do lexoj edhe emrat që kanë pëlqyer në këtë emision. Gjithmonë është njoftimi që ne kemi bërë për të qenë sonde të pranishëm në këtë emision. Eqre Medezi, Razi Espaho, Major Nasmanaj, George Biti, Në Mëcale, Rajmondi Shalsi, Valentina Jako, Iqbal Brava Krivanjeva, Jakurti, Natasha Hoxha Salaku, Tesaret e Davës, Sylsedi Ahmeti, Ledio Luiz Gjergji, Ardita Previva, Elita Gjone, faleminderit ka për Barim Gjafaj, Margarita Allapushi Zeneli, Gazeta Curaje, njëra Polinar Zafanale, Pusharës, Ajredin Shetë, Tuka Shpesa Fundo Gjergjilu, Mjetaci Alidi, Naimi Runzi, Shpesa Zurnaci, Armenida Qyqja, Edmir Beqiraj, Aslan Miftari, Hakim Mihana, Liliana Qeri, Ndua Gjeqi, Tana Kashari, Fatmira Limani, Abdi Rahman Mehmedi, Hajres Mazliu, Besnik, Parjam Lari, Imer Hysa, Andoc Bala, Angelu Sheshyti, Elsa Trebicka, Edreva Eva Karaliu, Miranda Trocideti, Ymri Beqiri, Eriol Jazi, Arbrilame, Monda, Boris Edjesh, Polza Pjetër Luli, Rita Meshi, Kristina Lula, Mikel Gojani, Veronika Leshi, Zimajkira, Irek Jesuka, Nezi Planku, Belaj Leshgjoka, Ardijet, Advarda Behrikaci, Hatip Hulaj, Adriana Balla, Fiqmet Daja, Milona Minela, Hakim Obria, Rikon Fetia Hasani, Natasha Ilia,
Neji Recepi, Abdul Arifaj dhe Fadil Alia Margjoka, Lusim Hajdari, Mimoza Hoxha Gastra, Prana Sedia, Ljudita Kushi, Elizabeta Isufi. Falemderi me respekt për secilin për jush për gjithë komentet dhe pëlqimet, falemderi që jeni me ne, falemderi për gjithë shka të dashur gjithë dëgjues, që ju sillni për të ftuarën tonë, për Radio Sibila të Veriut, por jo vetëm. Sigurisht se na kanë vetur edhe shumë komente dhe përqime, edhe në përfaqet tjera ku ne i kemi tek metafora nga faqja ime, por neve nuk mund t'i përdellëm pasi. Më vjen keq sepse nuk i lexojmë dot të gjitha. Ju kërkojmë shumë ndjesë. Margarita Allahushi Zeneli do lexojmë vetëm ato që na dalin. Margarita Allahushi Zeneli me në brama Radio Sibila të Veriut ju uroj shumë suksese për emisionin, gjithashtu shumë merit urime. Falni për të ftuarën e nderuar, shkrimtaren e moderatorin e talentuar Mimoza. Urime suksese pafund për romanin e dashur Mimoz. Faleminderit. Rita Dila urimet më të mira Radio Sibila të Veriut dhe stafi tuaj realizues ju uroj emision të mbarë dhe shumë suksese Mimozës në promovimin e librit saj. Fatmira Limani, përshëndetje për gëzime, sukses urime promovimin e librit autores Mimoza Hoxha. Elizabeta Isufi, e përgëzoj Mimoza Hoxha Gastrën për librin e saj të ri, ju uroj suksese dhe të mbarë tek lexuesi. Unë do t'i doja jo vetëm në këtë libër, por edhe gjithë krimtarin e saj ta kem në bibliotekën time. Patjetër që do jetë e gatshme shkrimtarja. Urime zini, urime suksese emisionet tuaj, urime suksese poetës së ftuar. Blerina Kolumbi, suksese zonjes Mimoza Gastra dhe gjithë stafit drejtues. Por Shkoza Mirëmbrëma, urime për emisionin Sibila të Veriut, urime suksese poetës Mimoza Gastra. Gjemaj Dramaj, urime dhe suksese. Miq, shumë faleminderit për gjithë urimet tuaja, ndjes të gjithë atyre që ne nuk i lexojmë dot për shkak se kanë kaluar. Ju urojmë shëndet e mbarësi, gjithë shka të bukur për ju në këto ditë më dhatë kësaj jave dhe festës që kemi përpara. Faleminderit edhe një herë zonjës Mimoza, faleminderit zonja Prenda edhe për ju. Me që jemi në prag të festës së madhe të Pashkve, urojmë gjithë besimtarët katolik gëzuar festën e Pashkve e për shumë modë bashkë me njerëzit e tuaj të dashur. Nga unë Gëzima Igera, një natë të mirë dhe një gjumë të qetë. Përpara se ne përshëndesim me një këngë, jemi një kaj mërtur. Gjithsesi. Unë përshëndes të gjithë besimtarët katolik, por jo vetëm. Me shëndet e përshëndet Pashkët. Paqi shëndet e mbarësi, paqi bekimet e hyjet e drita përquese e tij në dritë shpirtit tuaj. Bekimet e paqe për çdo familje shqiptare, kudo që janë brenda e jashtë dhe. Gëzuar. Tani besme i loshit dhe se uka jam një kaj mërtur.